Mikroskopiku Milton dihet që është i vogël. Ai jeton në një orë tek cepi një shtëpie, që ajo shtëpi përket një zonjushe me emrin Zonja Pastërtore. Asnjëri nuk e di që ai është aty, por përveç mikut të tij, Dokles, ku kalon gjithë kohën e tij duke fjetur gjumë para zjarrit të Oxhakut dhe sigurisht para jush. Ishte shumë ngrohtë dhe moti mirë në mbasdite. Mikroskopiku Milton bashkë me shokun e tij të ngushtë Dokles po relaksoheshin. Kjo është jeta, tha Miltoni. Është kaq qetësi me këto cicërima zogj. Më pas erdhi Zonja Pastërtore që mbante një kotele të vogël në duart e saj. Ja ku qen ke Dokles, tha Zonja Pastërtore. Shoqja ime, Zonja Jackson, më ka sjellur një kotele të vogël. Ajo luan goxha dhe kam frikë se më thyen gotat për qelqje. Siguro që mos të hap telashe. Do të jap sultjazh dhe tort me çokoladë si shpërblim. Dokles nuk i ka shumë qef kotelet, por ai do bënte gjithçka për Zonjën Pastërtore. Veçanërisht për shpërblimin e tij me sultjazh dhe tort me çokoladë. Pasi ajo u largua, Miltoni doli jashtë dhe po shikonte që Doklesi po luante me kotelen, ku në të vërtet nuk ishte dhe aq i kënaqur. Duhet të bëj diçka, tha Miltoni me vete. Por para sa ai të mendonte diçka në atë çast erdhi kotelja me një shpejtësi të madhe rreth tij. O bobo, ajo mendon se unë jam një mijë. Kotelja po luante me Miltonin sikur të ishte një lodër. Miltoni shkonte në ajër. Më pas atij erdhi një ide. Kotelet pëlqen të luajnë me topa leshi, po fliste Miltoni me të madhe. Shko në shtëpi dhe merr atë topin e vogël të qëndisjeve të Zonjës Pastërtore. Kur Dokles u kthye, pa që macja ishte ulur në tokë, por nuk ishte asnjë shenjë të Miltonit në obor. Jo, tha ai me vete. Uroj që kotelja të mos e ketë ngrënë atë të shkretin. Uf, po lete Doklesi. Jam këtu poshtë, po fliste me zor ai me një zë të mbytur. Hidh topin e leshit. Dhe Dokles ashtu bëri. Miltoni vuri planin e tij në punë. Mendoj që duhet të rikështu për ca kohë dhe më pas Milton dhe Dokles u kthyen atje ku ishin. Por pak më vonë, Zonja Pastërtore takoi Jackson në shtëpinë e saj që të merrte kotelen. Perëndi, çfarë i ka ndodhur kotelës sime të vogël? Ai është ngatruar me shumë fije. Zonja Jackson e zgjidhi dhe më pas e çoi në shtëpinë e saj. Por ajo ishte e shokuar nga ajo që i kishte ndodhur macës së saj. Akoma rrie mendoj si përfundoi ai topi i grepit jashtë në obor, tha Zonja Pastërtore. Por në fund ajo i dha Doklesit një copë të madhe torte me çokoladë. Gjithsesi, e di që ti nuk e gisht në këtë punë. Shijo tortën tënde, Dokles. Milton dhe Dokles po shijonin shpërblimin e tyre. Kotelet mund të jenë shumë acaruese ndonjëherë, tha Miltoni. Por kotelet ndonjëherë mund të jenë edhe të dobishme, tha me vete Doklesi. Ashtu me plot gëzim pasi tha këtë, Doklesi po hante një tjetër kafshat të madhe torte.